Pastrimi i dyshemeve me parket të vajosur është një metodë bazë pastrimi sipas ENR D 2210. Për të gjetur metodën e duhur të pastrimit të dyshemeve prej drurit, është e nevojshme të identifikoni llojin specifik të dyshemeve së drurit çdo të pastrohet. Kjo është një dysheme prej parketit të vulosur me disa shtresa, dhe këtu kemi një parket të vajosur me disa shtresa. Kjo është e rëndësishme sepse këto dy dysheme kanë ndjeshmëri të ndryshme ndaj ujit dhe lagështirës. Lidhur me parketin e vulosur mund ta njohim këtë dysheme nga shkërqimi që ka. Kjo këtu tregon një shkërqim të njëtrajtshëm, ose nëse kaloni gishtat nëpër kokriza, do të dalloni një sipërfaqe të njëtrajtshme, homogjene dhe të butë. Kjo dysheme druri e vajosur, në anën tjetër, ka një dukje më matë, dhe kur bën të njëjtin test, do të ndjeni ose të dëgjoni strukturën e drurit, kokrizat. Kjo ju tregon që është një dysheme e vajosur ose dyllosur. Nëse identifikimi në vend është i vështirë, atëherë është e mundur me një thikë ta gërvishni sipërfaqen me kujdes. Dhe nëse kjo prodhon një pluhur shumë të imët të bardhë, atëherë është parket i vulosur. Kur lloji i parketit të dyshemes të jetë identifikuar, mund të gjeni procesin e duhur të pastrimit në manualin ton Rengëngung teknik. Një parket i vulosur toleron shumë pak lagështi, prandaj gjatë pastrimit të mirëmbajtjes thjesht fshiheni me një leckë të njohur. Një parket i mirë vajosur toleron më shumë lagështi apo lagje. Kjo dysheme mund të pastrohet me një leckë të lagur me një hap. Kur bëhet fjalë për pastrim bazë, ka gjithashtu një ndryshim. Pas pastrimit me një tretës, parketi i vulosur duhet lustruar, ndërsa parketi i vajosur duhet të trajtohet me një vaj të përshtatshëm. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rreshqitje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni çfarë do aktiviteti pastrimi, sipërfaqet që zopënohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëparshme dhe dëmi i mundshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet te klienti, blerësi apo mbikëqyrësi. Për pastrimin bazë të dyshemeve me parket të vajosur do të duhet një pastrues bazë me tretës dhe një vaj përshtatshëm për kujdesin pasues. Duhet të bëni shumë kujdes gjatë punës me tretësit. Duhet të ketë mjaftueshëm ajrosje. Adoleshentët 9-18, grashta zëna dhe nëna që ushqejnë me gji nuk mund të punojnë me tretësit, dhe pirja, ngrënia dhe duani nuk lejohen në hapësirën e punës. Për këtë pastrim duhen makineri dhe pajisjet që pasojnë. Një leckë pluhurash magnetike, mundësisht edhe një shtupe lagur ose një fshesë korrenti, një shkumues, disk pastrues, jastëk të kuq, një shishe me sprej rezistente ndaj kimikateve, një pastrues cepash dhe ansoresh dhe jastëk të kuq dore si dhe 2 copa për fërkim. Hapi i parë është heqja e papastërtive të ashpra. Më pas, pastruesi me tretës spussohet në hapësira të vogla me një shishe të përshtatshme me sprej në dysheme. Dhe papastërtit hiqen me një jastëk të kuq dhe shkumues. Gjatë procesit, papastërtitë e dala mblidhen tek jastëku i kuq. Nëse jastëku mbledh tepër papastërti, mund ta ktheni nga ana tjetër. Dhe kështu, do të përdorni vetëm një jastëk për të pastruar të gjithë sipërfaqen. Pastruesi me tretës heq vajin nga dyshemeja, prandaj duhet të trajtohet përsëri me vaj për mbrojtje. Për kujdesin pasues, një jastëk fërkues vendoset në dysheme me një copë të kuqe sipër dhe vaji hidhet në vrimën e jastëkut. Thjesht palosni cepat e jastëkut dhe vaji do të aplikohet në mënyrë të barabartë me shkumuesin. Dyshemeja e trajtuar duhet të lejohet të thahet për 10 deri 15 minuta dhe më pas me një copë të pastër fërkuese pastroni vajin e tepërt. Në fund, dyshemeja duhet të lejohet të thahet për 12 deri 24 orë pa u shkelur në të.